Vërtet, Vleni është kalendari më besnik i dështimeve të shqiptarëve të Maqedonisë. Para kësaj ishte BDI-ja. Edhe unë personalisht mendoja se mbas BDI-s nuk ka ku të shkohet më thellë, për mos tjetër për mos bërje. Mirë po që ka edhe Vlen, nuk e kisha besuar kur. Edhe me të vërtet, Vleni është kalendari i dështimit, se vetëm që ata e bëjnë. Ata dalin tashti edhe prej ardhjes së Vlenit në pushtet, nuk na sulmojnë ma neve qarqet politike policore maqedonase. Na sulmon Vleni, se Vleni del edhe thot shqiptarët të BDI-s nuk janë të mirë, Tirana gabon këtu, do me tha, gjithë mentat. Prishtina jo kam përshtypjen. Prishtinën jo, se vetëvendosjen e kanë mbështetje, se atyne nëse u anxherë vetëvendosjen edhe s'mbetet kur gjë prej atyne. As vendosje nuk mbetet. Bekim Qoku i mangë këta? Sepse kjo është vetëvendosja më në Po si që, unë thash radhën e kaluar, atje vetë që vetëvendosja nuk coptohet, që është vetëm një njeri, vetëm ajo nuk mund të coptohet. Edhe që është tashti e dhimbshme, është me të vërtet në përmasat të dhimbshmes, duke mos mund ata të merren me kundërshtarin e vetë politik, me partnerin e vetë, që të bëjnë diçka. Ata non-stop merren me BDI-n edhe me ne që nuk pajtohemi me ata. Nuk i ndëgjova edhe del tashti që shqiptarëve nuk ju vjen asnjë e keqe nga qarqet maqedonase. Gjithat këqijat ju vjen nga qarqet shqiptare. Kjo sipas Vlenit, besoj se BDI-ja ka narracion tjetër. Sipas Vlenit, BDI-ja filloi të korrigjohet pse është në opozitë. Se ka qenë e njëjta kur ishte në pushtet. Kur ishte në pushtet, gjithë problemin edhe aja e kishte me shqiptarët, nuk e kishte me Maqedonën. E tani BDI-ja, gjithë e mira e BDI-s është vëmëroja, gjithë e keqja e BDI-s është BDI-ja. Është Vleni? Apo keqja e Vleni. Gjithë e keqja e Vlenit është BDI-ja, gjithë e mira e Vlenit është vetëvendosja. Pse? Sepse Vleni, e kam thënë, do e them, Vleni vetëm aq sa e vlerëson vëmëroja. Asnjë vlerë tjetër, asnjë peshore tjetër nuk matet Vleni. Vleni edhe të bashkohet, edhe të ndahet, edhe ajo Vleni vetëm aq sa peshon në peshoren e qarqeve politike, policore maqedonase. Asnjë gram më shumë. Atë nuk e matë kantari shqiptar. Nuk po bëhet